Njëherë kur po vuaja shumë nga morrat në kokë, më quante pejgamberi s.a.s. Ndërkohë morrat më binin mbi fytyrë. Aq shumë kishte morra në trup. Edhe më binin në fytyrë. Ai më tha, nuk mendoja se po hiqe kaq shumë sa po të shoh. Sipas një transmetimi tjetër thot e urdhroi Kabin çka me I rru flokt. Fëmit si kanë pas morra ja kanë rru. Flokt edhe ka shpëtu. Sa s'ka ku me qëndru morri. Iki morri. Thot çfar ta ruante kokën dhe të ushqente 6 persona. Sadaka. Edhe thot çfar ose të bënte kurban një dele ose të agjeronte 3 ditë, si kompenzim për ruajtjen e kokës gjatë kohës kur ishte në ihram në haxha, po. Morrat shfaqen në kokë thot ose në trup për 2 arsye. Arsyeja e parë është e brendshme dhe e jashtme. Arsyeja e brendshme thot janë faktorët e jashtëm, janë substancat e papastërta që mund të bartë lëkura. Më thonë, zakonisht fëmijët shtrinë në për tokë, prekin flokët në për tokë, edhe normalisht I marrin gjërat e papastërta. Kur I marrin ato gjërat papastërta, bëhet fole e mikroorganizmave. Dhe pastaj tajohen, do më thonë ato ngjallën, ato mikrobe. Për shembull, djersa vllazni si djers. A ka djersa? A ka s'ka? Shka bje mërmenja? E qysh? A ki pa njerëzit kur kanë djerës të era vjen? Zakonisht ka veç nëherë mund mësme pas. Pejgamberi se zamu kërë tjetër mesele. U konë tjetër mesele. Aj mes. Ka apo nuk ka I? A muni me gjithë nëj njeri që ka njërësën edhe mjë afru të sqetla dhe bo qunë këtë që si vjera? Njërësa ka I. Dhe më thonë, nëse mërë që tu pak njërës dhe ja bënë kështu ka I, apo? Jo, s'ka. Jo, për s'ka I njërësa. Po du mjë qitë në rrugë. Kur qes une, sot bukës, nërë sjetla, qull bona nuk ka erë. Kur qes sot bukës, erë të vjen, do më thonë djersa merë erë. Qyshe komentani o këta? Që bjë kalëzaj, veç pak. Momentin kur del djersa nuk ka erë. Djersa është sebeb, është fole, shumë e mirë, është fole, atë dhe I tyre shumë I mirë për mu formu mikrobet. Dhe mikrobi lëshon erë, jo djersa. A kuptu tash? Pse thashone kur I qes sot bukës nër sqetullave, qull bona nuk vjen era. Sepse del djersa, është soda bukës, nuk e lejon soda bukës mikrobin. Mu zhvillu. Kur si qes sot bukës, atër mikrobi zhvillohet. Dhe mikrobi pas të lëshon erë. A për kuptoni tash? E qka bëjnë shqiptar? Këtë bota, I qesin dezodorancë. Aty I bjerë që dezodorancë e ka erën më të fort dhe e mund, jo që e hek erën e asaj, po e mund erën e saj. Më varët tash, jo, se është e rënda jo. E rënd është aromë ma e rënd, jo që ja hek erën asaj, po I bje si kur ja hek. Me por realisht e shton erën e vetë që e ka. Po mas mirë të është sot bukës, mi qitë. Mere dorën, lage dorën në sot bukës, përdori këtu edhe nuk ki erë a ki përdor? Po, nuk ki erë. Edhe mikroba nuk ka. E njëjta gjë është me faktorin e brendshëm. Kur ka djersitje fëmija apo dikush në djersitje dhe e lom qatë djers, qajo djersitje e zhvillon mikrobin. Sepse është ambient, asisoj është ambienti që e bon të papastër. Lejnë për tokë të ushqimet. Atë bon bubricat? Kur e ki pastër, nuk ka. A pëshiri qësh është thija Allah, subhanahu wa ta'ala, qësh I kalon këto gjërat kozmologjike, subhanallah. Në pastërtia, s'ka smundje. Pa pastërtia, rrjedhin smundjet. Edhe gjysma imanit normalisht. Ndërsa thot nga të brendshmet, thot janë substanca që trupi I nxjerr nëpërmjet lëkurës, të cilët më pas
prishen për shkak të lagështisë në porët e lëkurës. Pas kësaj zhvillon parazitët që ushqen me këto substanca të prishura, shpeshherë morrat shfaqen pasi njeriu ka lënë ndonjë smundje apo pasi thot në këtë rast neglizhohet me pastërtin, viktimat tipike të këtyra parazitëve janë fëmijët. Se pejgamberi sa urdhëroi që djemtë e Xhaferit të ruanin thot kokën, apo të ruanin kokën dhe thot kjo është metoda më e mirë kundër morrave, pasi në këtë mënyrë lëkura e kokës shfaqet në diell dhe mundson që vlagat e dëmshme të avullohen e të thahen. Dhe thot rrjedhimisht koka merr kurrën e nevojshme e cila e pengon shumimin e morrave, madje i vret ata.